Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, we're the smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride the cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings Club, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Klubi i Wingsave nuk ekziston më. Pas zhdukjes së Teknës, Wingsat vendosën të akmeren për shoqen e tyre. Së bashku ato sulmuan kështjellën e reve, duke shpëtuar drejtoreshën Griffin, por Valtori arriti të sfidojë Bloomin. Nuk më zë do të gjumi. As mua, nuk resh dot se menduari për Bloomin. Oh, falë zotit ju vajza që në keni zgjuar. Besoj se as ju suzinte gjumi, a? Nëse Blumi nuk kthehet nga Pyrosi, mendoj se Mjaft mendove gjëra të tilla, duhet të jemi optimiste. Është një fjalë goje. Ajo është e vetme në atë ishull të tmerrshëm. Në një ishull plot me dragonj. Unë mendoj se Blumi ishte shumë trime që zgjodhi të shkonte atje. Të shpresojmë që do të bëhet më e fortë, që kur të kthehet të na ndihmojë të mundim Valtorin. Forca Blum, gjithçka do të shkojë mirë. Dëgjoni me kujdes, gjeta mënyrën për të gjetur Teknën. Timi? Duhet ta shikoni këtë. E përmisova satelitin lokalizues duke i shtuar një sensor ndjenjash. Saladini sapo iku. Ai donte të dinte se si ishe ti. Ai është i shqetësuar për ty.
Ne I tham që si e mirë, por të them të drejtën, si jemi dhe aq të sigurt për këtë. Unë jam shumë mirë, në rregull? E di që kohët e fundit nuk jam sjell shumë normalisht, por kam një parandjenjë të fortë që Tekna është diku dhe ajo po përpiqet të kontaktoj me ne. Ajo që unë duhet të bëj është të gjej mënyrën që ky sensor të kap ndjenjat e Teknës dhe pastaj unë do ta gjej. Por kam nevojë për pak ndihmë. Më vjen keq që Timi, por unë duhet të mësoj për provimin lidhur me detyrën e shpëtimit. Ndërsa mua më kanë pezulluar. Theva orarin e kthimit dje në darkë për të takuar me Stelën. Më vjen keq shoku. Të ndihmoj unë. Se nuk jam në gjendje të ndryshoj formë. Rëndësi ka kjo. Nëse nuk jam në gjendje të ndryshoj formë, s'do t'jem kur në gjendje të zotroj dimensionin kryesor. Kam nevojë për atë fuqi për të zotruar magjit. Unë mund të ndihmoj. Kam gjithë ditën që kërkoj një zgjidhje, por nuk arrit të përqendrohem aq sa duhet. Sa shumë shpërqendrime. Po ndoshta je I lodhur. Është e vështirë të bësh magjistari më I madh I të gjitha kohërave. Pse nuk përpiqesh të zotrosh një botë tjetër? Do të çlodhta. Mendoj se është një ide e shkëlqyer. Ti je një ndihmëse e mirë tash. Asnjë s'të ndihmon më shumë se unë. E shikon atë planet? Aty duhet të shkosh. Do kesh mundësi të marrësh magjinë e tyre, të gëzohesh dhe do të kthehesh I çlodhur, gati për punë. Ha, e drejt, planeti ftohtë. Aty do të shkoj. Nuk e marr vesh, si ta vuri veshin ty. E dëgjove çfarë tha? Unë jam e vetmja që e ndihmoj. Ju të dyja jeni patetike. Bëni gjithçka vetëm për të tërhequr sadopak vëmendjen. Kush mendon se je? Mos ja fusni kot. Mua s'ma ndjen fare për të. Nuk është as pak shakadi. Ku jam kështu? Mos kam humbur? Blum, mos harro nga vjen. Dhe do ta dish se ku po shkon. Kam ardhur këtu për të bërë më e fortë, por nuk e di se si. Shiko brenda teje për dragoin. Cilin dragua? Dragoin tënd. Prit, po ku të kërkoj? Kush je ti? Unë jam Badi. Përshëndetje, Badi, gëzohem që të takoj. Pse ke ardhur në Pyros? Po unë jam në Zan dhe kam ardhur këtu që të bëhem më e fortë, të paktën kështu mendoj. Si do ta bësh këtë? Akoma nuk e di këtë. Unë futa këtë imazh të Teknës në mënyrë që lokalizuesi të di ç'pamje ka ajo. Tani më duhet të bëj të mundur që ai të kuptoj kush është ajo. Jepi atëherë. Gjatësia e Teknës është 150 cm, ajo shkëlqen në matematik, gjithashtu është antare në shoqërinë e magjisë. Nuk po funksionon. Po të funksiononte, imazhi I Teknës do dërgonte mbrapsht impulse ndjenjash. Timi dëgjoj, nëse ekziston dikush që duhet ta bëj këtë gjë që të funksionojë, ai je ti, por duhet të përshkruash natyrën e Teknës. Duhet të tregohesh më emocional. Po, ke të drejtë. Ja ku po fillojmë. Tekna është shoqja ime. Ajo është një vajzë e bukur dhe e mrekullueshme. E di çfarë? Ti duhet të lidhesh më shumë emocionalisht. Mendoj se duhet të hysh akoma më thellë në ndjenjat e tua, Timi. Po si duhet ta bëj këtë gjë? Si thua sikur ti telefonojmë dikujt që di gjithçka për këto gjëra? Ku e ke shtëpinë, Badi? Në Përrojin Malor. E ku ndodhet ky? Është në një majtë të malit të zjarrt. Çfarë ke tani? Unë dava nga prindërit e mi. Kam shumë dëshirë të kthehem përsëri në shtëpi, por kam shumë frikë të shkoj vetëm. Mos qaj, do të vi unë në ty. Vërtet? Faleminderit, shumë faleminderit. Feng Shuenus. Sa këngë e bukur. Ja ku është.
burimi I gjithë magjisë së tyre. Nëse një majmun bie në një shadrëvan, do të lëshonte ndonjë timi. Le ta zbulojmë. Si thua? Po ti të strejshin ke? Përshëndetje vajza, mendoni se mund ta ndihmoni timin të hyjë në kontakt me ndjenjat e tij? A mund të tregosh pak më specifik? Më dëgjoni me kujdes. Unë dua ta bëj këtë makineri të kuptoj gjendjen emocionale të Teknës dhe vetmja mënyrë për ta bërë është duke shprehur ndjenjat e mia të brendshme për të. Pra ti mendon ende se mund ta gjejmë atë? Ti mendon se ajo është gjallë? Jam I sigurt që ajo është gjallë, por më duhet ndihma juaj. Ju lutem. Në rregull e kuptova, po ju lë vetëm. Timi, si ndihesh kur je me Teknën? Ndihem shumë mirë. Unë e adhuroj atë. Dhe çfarë të pëlqen tek ajo? Gjithçka. Ky është një fillim I mirë. Përpiqu të tregohesh pak më specifik tani, në rregull? Më erdhi një ide. Timi mbylli syt. Tani përqendrohu në një nga kujtimet e Teknës. Ajo është përballë teje. Çfarë të pëlqen ty vërtet tek ajo? Më pëlqen që ajo mund të bëjë mbledhje me mendje, sado të mëdhenj të jenë numrat. Më pëlqen që gjithmonë më mund në lojrat në kompjuter dhe kurrë nuk më kërkon falje. Më pëlqen që ajo qesh gjithmonë me shakat e mia, dhe pse unë e di që shakat e mia nuk janë aq për të qeshur. Ajo duhet të ketë shumë qef. Dhe ajo nuk është vetëm e dashura ime, por edhe shoqja ime më e mirë. Ty me të vërtetë të pëlqejnë shumë gjëra rreth saj. Po, unë jam plotësisht I dashuruar me të. Ha? Shikoni njerëz. Shiko Timi, ja dole mban. Makineria funksionoi? Akome nuk e di pse nuk arrita ti mundja ata. Të bëhesh një dragua, duhet të sillesh si dragua dhe të përdorësh zjarin tënd. E si mund të bëhesh një dragua? E let, më ndiq mua. Bëj siç bëj unë. Dakor. Jo, nuk është thjesht ecje. Për ti atë po bën. Duhet të ecësh si një dragua. Prit të ta tregoj unë. Tani provoje ti. Forca, ec prej vërteti. I shikon ata tipat? Duhet të tregosh kush është shefi. Shpatullat nga pas, kokën lart, kuptove, forca tani. Punë e pashme. Unë mund të eci si një dragua. Tani duhet të hash si një I tillë. Një buburrec. Tani provoje ti. Në asnjë mënyrë. Do të bëhesh një dragua? Nuk kam zgjidhje tjetër, apo jo? Nuk mundem, nuk kam ndonjë menu vegetariane? Mirë, them se po. Kokrat e ferave janë të vetmet fruta në ishull. Janë të shishme, por pak të vështira për të marrë. Po nuk të dhëm kjo? Jo ta ngëm. Ndoshta duhet të provoj atë buburecin. Shumë vonë. Bëhu dragua Blum. Në rregull. Ja ku po vi. Ai kapa. Wow, tani mund të hash si një dragua. Shumë mirë.
Tani që mund të ecësh si dragua dhe të hash si dragua, duhet të ulërish si dragua. Ajo ishte e mrekullueshme. Marifeti qëndron se duhet ta ndjesh. Është si të bërtasësh, të qash ose të qeshësh. Të gjitha këto ndjenja burojnë nga njëjti vend. Dakor, duhet ta provoj. Ishte kot fare, ë? Ulërima është e vështirë. Duhet ca kohë. Do ta provoj përsëri. Tashmë po i afrohesh. Faleminderit. Le të vazhdojmë të praktikohemi. Tani, sipas për llogaritjeve të mia, sapo makineria të dërgojë një sinjal në satelitin e lëshuar në hapësirë, ne do të jemi në gjendje të gjejmë menjëherë Teknën. Kjo është shumë e ndërlikuar. Nuk mund të kishim gjetur diçka akoma më të lehtë, si thoni? Gjithçka në rregull. Shumë mirë pra. Çfarë je duke pritur, Timi? Mendoj se duhet ta bëjmë të gjithë së bashku. Do të thuash që ti sillim asaj fat? Po, të gjithë që e duam Teknën duhet ta bëjmë këtë gjë së bashku. Ide mrekullueshme. 1, 2, 3. Ti po shkëlqen? Arrita sërish të paqen. Ju kam sjell edhe dhurata. Sa për të qeshur. Hey, na kthen si qishim. Dukeni shumë mirë, zonja. Këto ngjyra kanë një efekt gjallërues. Ndërsa ty, ai është hematit. Ban larg energjinë negative. Ndoshta mund ta përdorësh për këto të dyja. Çfarë? Ti po mediton? Kur qetson mendjen, qetson dhe trupin gjithashtu. Dhe tani do të zbuloj se si të ndryshoj formë. Tani është shumë i ftohtë. Është i gjithë i fa yt. Ti e shkatrove. Mua më pëlqen kështu si është. Metamorfoza. Metamorfoza. Wow, je vërtet ti? Jam i papar. Tani asgjë në botë s'mund të më pengojnë. Ja ku është, mali i zjarr. Je gati? Po? Ky mal ka dragonjt më të tmerrshëm në ishull, por dhe shumë krijesa të tjera shumë të frikshme gjithashtu. Je sigurt që je gati? Plotësisht. Eja, shkojmë në shtëpinë tënde, Badi. Është dragoi i malit. Ai zgjohet vetëm nëse ka të paftuar. Duhet të tregojmë shumë të urtë. Mos harro, sjellu si një dragua. Dakor, eja. Krahët e mia nuk mund të fluturoj. Blum, ndim, nuk dua të jem drejt për ta. Bëhu një dragua, bëhu një dragua.
përsëri në gjumë, si është e mundur? S'ka më të paftuar, ti tani je një dragua. Deri tani duhet ta kishim marrë ndonjë sinjal. Ne edhe pak kohë. Ti the që do të lidheshim me një herë. Kanë kaluar orë të tëra tashmë. Duhet të kthehemi, ose do të kaloj orari i hyrjes. Tani nuk ka problem. Ju shkoni, unë do të qëndroj këtu. Unë nuk mund të largohem. Më vjen shumë keq që nuk funksionoi. Po, me të vërtet. Jemi këtu për ty, Timi. Për çfarë të kesh nevojë? E di çfarë? Unë mund të të çoj në një vend të lezetshëm. Them se do të bëj shumë mirë. Faleminderit. E janë i vajza, po ju shoqëroj jashtë. Don't be afraid, I'll be right there. An angel will keep you from sorrow. A breeze will blow softly, whispering gently that you're not alone. There'll always be a place where you can find me, and it won't be long. You wake up strong. The night will give way to a better day. You'll never be alone. Ja ku arritëm, përroj malor. Po këtu nuk pas ka asgjë. Mendoja se kjo ishte shtëpia jote. Këtu është. A? Unë jam dragoi yt. Dhe tani jam në shtëpi. Pra, unë e gjeta dragojin tim. Ndërsa Blumi zbulon që nuk është vetëm në ishullin e dragonjve, në shatërvanin e kuq, Timi do të zbuloj diçka të mrekullueshme. Një sinjal po vjen nga dimensioni Omega. A është ajo që të gjithë presin? If you're awake, there's a place